Big Brother Kosova, Luanita, limini dhe flirtimi I kamufluar me batuta, sa I mirë je, sa han buk, në shtëpinë e Big Brother Kosova, flirtimi nuk vjen gjithmonë me deklarata të drejtpërdrejta apo me gjeste të mëdha. Shpesh ai fshihet pas humorit, batutave popullore dhe komplimenteve që duken të pafajshme, por mbartin mesazhe të qarta për ata që dinë t'i lexojnë. Pikërisht kështu ndodhi mes Luanitës dhe Limit në një bisedë që ndezi kurreshtjen e banorëve dhe të publikut, sa I mirë je, sa han buk, kompliment apo kod, kur Luanita I drejtohet Limit me fjalët, sa I mirë je, sa han buk, ajo nuk po bën thjesht një shaka. Kjo është një shprehje popullore që përdoret për të theksuar thjeshtësinë, edukatën dhe mirësinë e përditshme të një njeriu në kontekstin e shtëpisë, ku çdo fjalë peshohet, kjo fjalë I tingëllon si kompliment I ngrohtë, I thënë me buzëqeshje dhe lehtësi. Luanita e vendos Limit në një dritë pozitive, duke e portretizuar si djalë të rregullt, të sjellshëm dhe të shtëpisë. Shkon lan pjatën, lugën, portreti I djalit ideal. Biseda vazhdon me një tjetër detaj domethënës, shkon lan pjatën, lugën. Në pamje të parë duket si një koment banal për punët e shtëpisë. Por në realitet, kjo është një vlerësim I karakterit. Në një ambient si Big Brother, ku bashkëjetesa I nxjerr në pak detajet më të vogla. Ky kompliment tregon se Luanita e vëre sjelljen e Limit dhe e vlerëson atë. Ky lloj vlerësimi shpesh përdoret për të testuar reagimin e tjetrit, a do ta marrë si shaka, a do ta pranoj si kompliment, apo do të kthej flirtin, je djalë king. Ngritje statusi në lojë, kur Luanita e quan Limit djalë king, ajo bën diçka më shumë se sa ta lavdëroj. Ajo I rrit statusin brenda bisedës dhe, në mënyrë indirekte, brenda shtëpisë. Ky është një kompliment modern që përmbledh vetbesimin, prezencën dhe aftësinë për të dalluar në një lojë ku perceptimi është gjithçka. Fjalë të tilla kanë peshë. Limini kundërpërgjigjet, pyetja që ndes dyshimet. Limini, I cili nuk është I panjohur me lojën e nënkuptimeve, nuk e lë bisedën të kalojë pa reagim. Me një ton gjysmë shakaje, gjysmë provokimi, ai I kthen, apo të pëlqen Limini edhe ty, Luanita? Kjo pyetje është një lëvizje e zgjuar. Ajo e zhvendos fokusin të ndjenjat, e vendos Luanitën në qendër të vëmendjes dhe hap një derë për interpretime të reja. Nuk është një akuzë, por as një pyetje e pafajshme. Është një test, reagimi I Luanitës, arti I mosthënies. Ajo që e bën këtë moment interesant është mënyra se si Luanita nuk jep një përgjigje të prerë. Ajo vazhdon me humor, duke e mbajtur bisedën të lehtë dhe duke mos e mbyllur derën. Por as duke mos e hapur plotësisht. Kjo është një strategji klasike në Big Brother, të mos ekspozosh ndjenjat, të mos krijosh varësi, por të mbash gjallë kurreshtjen. Reagimi I banorëve, vëzhgues dhe komentues. Banorët e tjerë e vunë re menjëherë këtë shkëmbim. Disa qeshen, disa shkëmbyen shikime, të tjerë nisën të spekulojnë, a ka simpati të fshehtë, apo është thjesht lojë sociale, apo ndërtohet një dinamikë e re në shtëpi. Në Big Brother, edhe një kompliment për pjatat mund të bëhet temë diskutimi. Publiku dhe interpretimet. Jashtë shtëpisë, publiku u nda në mendime. Disa e pan Luanitën si të zgjuar, që di të flirtoj pa u ekspozuar. Disa e pan Limit si provokues, që di ta kthej bisedën në avantazhin e tij. Të tjerë e shijuan thjesht si një moment të bukur, njerëzor dhe argëtues. Analizë psikologjike, flirti but në një ambient të fortë. Ky shkëmbim tregon se flirtimi në Big Brother nuk është gjithmonë I drejtpërdrejtë. Ai shpesh është I mbështjellë me humor, I fshehur pas shprehjeve popullore dhe I mbajtur pezull për të mos rrezikuar lojën. Luanita dhe Limini treguan se dinë të luajnë me fjalët, pa I kaluar kufit, duke krijuar një moment që mbetet gjatë në mendjen e shikuesit. Përfundim, sa I mirë je, sa han buk, shkon lan pjatën, lugën, je djalë king dhe pyetja apo të pëlqen Limini edhe ty? Nuk janë thjesht fjali. Janë copëza të një loje sociale, ku çdo fjalë ka peshë dhe çdo buzëqeshje ka kuptim. Në Big Brother Kosova, ndonjëherë flirtimi më I fortë është ai që nuk thuhet kur hapur.